Një nga parimet vlla që unë i mësoj studentëve të mi, Po. dhe mua prandaj më kanë xhan studentët vlla se ja u flas shumë hapur, nuk i bëj dogma. Është Je i sigurt se mua më shkruajnë ndryshe? tipike shqiptare kjo këto. Që bëj sigurisht të gjitha, ka pas mua më shkruajnë studentët tuan dhe tu në privat. Ç'pun kam unë si një student. Edhe më thon vlla, i them studentëve të mi, ka vetëm dy gjëra që duhet i mbani vat në vesh, po deshet merreni me gjeopolitik, konteksti kohë dhe konteksti hapësirë. Dhe treta është jemi në një web, jemi në një rrjet me rimanget shumë të madhe, gjigande që përfshin gjithë globin. Çfarë ndodh në Kanada, dashur pa dashur do të vi dhe ty në Shqipëri, e ndjen apo se ndjen ti efektin? Po. Është si punë e kohës këtu, edhe këtu për shembull po u prish koha këtu për 3 ditë prishet edhe në Shqipëri. Se na ka pak a shumë i njëjti. Po të vjen vëlla, të vjen masat ajrore. Meridian. Masat ajrore më Jo, të po vjen. është i njëjti meridian. Duket sikur Shqipëria është më poshtë kur e shikon hartën, po kur e shikon globin, nuk është se është më poshtë, është pak më. Pra ti po thua që toka është e sheshtë. Ke parasysh? What? Jo. Toka është vllajtë domethënë. Ja, Truri vjen njerëzve është i sheshtë në këto raste. Ja, dhe jeva skemën, ti do ke shpjeguar, domethënë ti po thua që toka është e sheshtë. Toka është e sheshtë, domethënë. Kjo është të kthehemi edhe një herë atje në atë legjendën që është Atlasi që mban komplet globin, domethënë mbi supë tokë. Mitologjia greke. Mitologjia greke. Dakor, që jam thon letërsia është letërsi, po nuk e di edhe na fare. bën mirë se na ngjall fantazinë kështu, po mos e egzagerojmë.